Tani unë I kam këto, se e kam si me poezi gjithmonë edhe. Qytetar demokrat të Korçës ju përshëndes. Doktor Berisha, legjenda e demokratëve, mirë se erdhe. Më 11 maj, Shqipëria përsëri do të buzëqesh. Do lind një shpresë e re, një pranvere madhe. E besoj, ma ndjen shpirti këtë ndryshim. Doktor, mos shiko aty, shiko mua. E besoj, ma ndjen shpirti këtë ndryshim. E them si njeri I thjesht, I varfër, si qindra mira të tjerë. Komunizmi, rilindja, shpilla me e keqe e vendit tim. Ndaj duhet të arëzojmë këtë klik, Shqipërisë t'i bëjmë derë. E ndi, demokracia do fitoj përsëri. Ndryshimin do t'a bëjmë ne dhe diaspora. Do t'a nxirim në dritën ne në Shqipëri. Na pri doktor Berisha bëja fora. Tani po ju flas thjeshti një vrenos që është rritur me tërana dhe fasule. Unë mu dua të më blinte I gjati ky Karagjos, por unë jam I djatë o qyryk dhe krenar që kokën do të ma ule. Sepse ti me shqit blerje je mësuar, bleve me Gonigal, Blinken, bleve Yuri Kim, po njëzit e thjeshtë të ndeshëm kur si ke nështruar. Ndaj, doje të përfitoje dhe me imazhin tim. Po dije mo, si ju tha fëmive, më shini nundër një YouTube. U trondita dhe si prind po ta them një fjalë o I gjatë. Je kryeministër, po si nuk të erdi turp. Po si nuk të dhimë se fëmijët o shkërdat. Do them e një fjalë që nuk desha ta them, po do ta them. Do ta them, prit. Po prito. Ky ju thot fëmijëve, shikoni foto në YouTube para 15 vitesh. E nxirri tani që ke sa një kokur ulliri. Jo para 15 viteve. Maskara. Ndaj ju bëj thirrje të gjithë baballarëve që më 11 maj të arëzojmë këtë psikopat. T'ju tregojmë vendin këtyre zagarëve që ardhma e fëmijëve tanë të ketë një tjetër fat. Tani për doktorin, doktor, do shikoni si. Tani për doktorin do të them 2 fjalë. Doktor, o gjigant, po si nuk u lodhe as njerot. Ti rëzohesh, por I ngrihesh përsëri, se je vital. Për Zotin, ti e ke zemrën bateri me energji nukleare. Ma beso, doktor. Unë kur vi në protesta, 200 kilometro bej, protestave e bim të shtu ne të enëzjo e mund se më do mi kockat. Kurse ti, Liro Ervin Stalianin, o maskara, ke futur brenda një të burgosur politik, ja ke frikën, sepse Ervin Staliani në 2021 mori në Korçë 51.000 vota, edhe 9.800 personale, edhe e burgose, liroe sa më parë,
Erdhin! Tani, sa për ato tradhëtitë, doktor, sa për ato tradhëtitë, më dëgjon mua tani. Unë kam 28 vit martuar. Për Zotin e madh nuk e kam tradhkuar kur gruan. Në këtë pikë jemi njësoj, se unë e di që edhe ti je besnik. Kurse ai Dalamangua ka ndruar një 5-6. E ke dhe doktor, dua që ta bëjmë Ramën, që kur të lexoj më 11 maj, më 12, do me them, 12 maj, kur të lexoj Edi Rama më 12 maj rezultatin, kur të lexoj rezultatin Rama më 12 maj, ti bjerë muti shalve të mozinga të ikë. Tashi, edhe këta të gjithë bashkë, më dëgjoni njërë, se mjaft në robëri, mo e mbjena Shqipëri, demokrat votoni njëshin, javdek e aliri. Të gjithë bashkë tani. Të gjithë bashkë.